Falëndëm, u rikthyem dhe na ka ardhur në këtë pjesë të fundit të programit për sot Casey Pepkolaj, e cila është një super artiste dhe që të mendosh që dikur i ka thënë profesori saj që nuk e përtesur kur në art dhe ajo bëri fiks të kundërtën. Jo vetëm që eci, po është kthyer edhe një biznesmene të vogël. Casey, mirë se erdhe, kënaqësi që je pjesë e programit. Faleminderit që. Casey nuk ka ardhur vetëm, se ka sjellë dhe punët e saj të artit. Dhe është një veshje e Mirditës, është një vajzë në veshjen e Mirditës, nga stafi, Besiana, gocat tona po thoshin që je ti. Jo. Po të ngjanë. Na e tregon pak? Kjo në fakt ka qenë detyrë për vitin e parë, pasi unë jam viti 2 tek Akademia e Arteve, dhe vitin e parë kam pasur detyrë tim e lirë dhe zgjodha të bëja veshjen mirditore, për shkak se jam edhe nga Mirdita vetë. Tjetër. Dhe tiparet janë reale, por figura është simbolike që përfaqëson thjesht një grua mirditore. Domethënë janë marrë tiparet në të njerëzve dhe i kam bashkuar për dalë, po, që mos dalë dikush i vërtet. Ke bërë paka shumë si zbën ChatGPT-ja. Po. Ka zgjedhur tiparet lezetshme, po ka dalë shumë e bukur. Të pëlqen ky orientimi të pikturosh tek këto veshje të tradicionale apo figurat historike, se po shohim edhe fotot? Po, unë në fakt jam për tekstil dhe mod në shkollë dhe më pëlqen detajet dhe tek veshjet i përfaqësoj më mirë. Kapem tek gjërat, elementet që spikasin dhe dua t'i nxjerr më pa. Për pikturën, domethënë të pëlqen edhe, pse këto e qake, po edhe të këto të tjera, të pejsazhet që një fantastike. Po, më pëlqen të bëj piktura realiste, që t'i afrohen sa më shumë natyre, sa më shumë gjës që shes syri. Po, inspirohesh pra, sa herë bën këto piktura, i shikon diku dhe më njëherë vizualizon dhe i pikturon, apo janë konkretisht edhe projekte të tuat? Janë dhe projekte, janë dhe detyra shkolle, janë dhe gjëra që kam dëshirë, foto, më thënë të gjitha pikturat që po shihni janë foto që i kam kapur unë. Po, i ke realizuar në përmjet. Po, nuk dua të bëj imazhe që foto të tjerëve, thjesht dua të jem e imja, 100% e imja. Okej, super. Sa kohë të marrin? Për shembull, kjo piktura që kishte në studi, sa kohë të ka marrë? Kjo pikturë, për shkak se kam bërë në shkollë dhe oraret kanë qenë të kufizuara, më është dashur 1 muaj. 1 muaj? Po të isha me orare më të zgjatura, do e mbaroja pak më shpejt. A pikturoni në orën e mësimit, domethënë? Po. Nuk ju lejohet ta merrni me vete? Dhe na lejohet, na lejnë rrjedhje të lirë, si të duam, ku t'jemi më mirë, dhe këto e kam bërë në shkollë. Fantastike. Dhe më e qetë dhe në ambienti i shkollës është më artistik dhe frymëzohemi më shumë. Me të tjerët aty patjetër. Si është kjo historia tani që profesori yt ka qenë, ai i pari fare kur ke qenë fëmijë që të ka thënë nuk e përtesur kur në art? Si histori, thjesht ka qenë pa ta shkuar moshën 6 vjeçare, 5 ndoshta në një kurs dhe thjesht profesori si fëmijë vogël që vizatoja imagjinat më shumë dhe thjesht ai u bazu tek ajo çfarë unë vizatova dhe thjesht tha që nuk është se do kem talent këtë fushë dhe thjesht që të mos merrem, është thjesht diçka hobi që do ngelet hobi. Po, thjesht merrem, vazhdoj si fëmijë me diçka tjera, me shkollën në atë moment. Thjesht egoja ime nuk më la dhe thjesht talentin e kisha, e dija që se thellë diçka nuk do ngelet vetëm këtu për do eci dhe thjesht pastaj vazhdova në përkurse. Në klasë të 5 kam vazhduar kursin me një profesor në Lezhë, Zhymer Metaliaj, dhe ai nga klasa e 5 deri në të 9-ën më bëri më të mirë artistikisht dhe pastaj më përgatiti që të hyja në lice. Fantastike, atë profesorin e parë e ke takuar? I ke çuar të fala? Ose ndonjë pikturë dhuratë? Takohemi dhe më komplimenton tani. Ndoshta edhe nuk më mban mend që fëmijë. Ja ke thënë? Patjetër. Jo. Histori e kaluar, thjesht. Jeni nuk i dihet. Kisi po prindrit çfarë kanë thënë, për shembull ku kanë parë dhe dëshirën tënde, pasionin dhe angazhimin për t'u marrë me piktura në fillime? Në fakt, babi ka qenë shtysa që më ka drejtuar në këtë fushë. Mami më shumë më linte në rrjedhje të lirë, fëmijë, thjesht gjithë fëmijët pikturojnë. Nuk e ka parë me aq vëmendje dhe babi e dinte që diçka këtu është më shumë se thjesht një hobi, thjesht një talent si gjithë fëmijët e tjerë dhe
u drejtova në përkurse dhe pastaj më prindrit me quan tek liceu i Tiranës. Kishim dhe liceun e Shkodrës, por për më mirë vendosa të vija tek liceu artistik i Tiranës. Dhe në lice me sa diun duhet të konkurosh për të pranuar. Kam bërë konkursin, kam fituar dhe jam bërë pjesë. Ata që fitonin, që dilin me pikë maksimale, kishin mundësin të zgjidhin dhe degën që dëshironin. Dhe zgjodha dhe në lice zgjodha degën tekstil dhe mod. Ca pikturat të tekstilit që i kam bërë në gjimnazi kam sjellë dhe këtu, në foto. Pra ty të pëlqen edhe ti ndërthurësh edhe tekstilin në piktur, po dëshiron që t'jetë gjithmonë kështu, një lloj ndërthurjeje, apo po e bën? Si dëshirë kam që unë të vazhdoj në profesionin që më mundson dega, se di sa do arrihet. Po, si fashion designer, si stiliste. Se lidhet kjo pak. Teknologe, tekstili. Të bëjnë veshje. Mund i prekim të gjitha degët pak nga pak, dhe pastaj masteri na mundson që t'jemi në një drejtim më specifik. Dhe kur ke filluar ti zemër që ta kthesh gjithë talentin që ke në një lloj profesionit të mirëfill dhe të sjellësh të ardhura? Në fakt këtë verë. Këtë verë? Po, thjesht hidhja, por hidhja për hobi, thjesht hidhja për qef që të kisha një faqe Instagrami. Dhe thash, pse jo ta zhvilloj pak më shumë, të merrem pak më shumë me rrjetet sociale, u mora më shumë me TikTokun se shikoja që kishte pak më shumë audiencë. Po, dhe një video e një klienti që kam pas më përpara, merresha domethënë me porosi, por jo se e kisha domethënë një hidhje në Instagram. Po, punë ende, pra që të. Po, dhe thjesht një video e një klienti, një shtëpi që më ka pas kërkuar, shkoi virale dhe nga aty erdhën të porositë të tjera. Madje dhe kjo piktura është shitur, pavarësisht se ka qenë detyrë shkolla. E ke realizuar edhe një herë? Për atë që ta ka kërkuar. Kushtojnë pikturat, Kesi? Kushtojnë, sepse ne mundohemi, kushton dhe mundi jonë, dhe koha, dhe materialet që janë të kushtueshme, por mbi të gjitha do veja në vend të parë mundin. Sepse ne lodhim, pavarësisht se është lodhje fizike, është më shumë lodhje mendore. Cila është mundi një pikturë për shembull që është shumë e shtrenjtë, pra çfarë duhet ketë të veçantë piktura që të shitet shtrenjtë, përveç kohës dhe mundit? Çfarë duhet përmbaj? Nuk ka një temë specifike, pasi varet se çfarë kërkojnë personat. Për shembull, mua më është shitur më shumë Skënderbeu, nëse në 10 klient, 6 duan Skënderbeun. Edhe kam bërë 8 herë Skënderbeun. Thjesht e ribëja tani më është bërë pak kështu se nuk është se bazohem shumë të ajo fotoja, thjesht i kam mësuar. A dali gjithmonë njësoj edhe nga e njëjta dorë? Jo gjithmonë njësoj, sepse varet si jam edhe me humorin, varet si jam edhe me ditët, ndoshta mund të kërkoj më shumë, më pak, varet edhe nga koha, një klient e do në kohë shumë shpejt, një tjetër e len më avash, dhe unë e llogaris që merrem më avash ose të shpejtoj. Por mundohem t'i bëj të gjitha njësoj. Po dhe sa kushton një pikturë? Çmimet janë të ndryshme, varet në bazë të përmasave, varet dhe në bazë të materialeve, çfarë materialesh ke përdorur, të lira apo të shtrenjta. Kur janë të lira, dhe çmimi do jetë më i lirë. Konkretisht nga sa mund të nisim për shembull? 100 e sipër. 100 e sipër. Okej. Interesant. Sepse ajo kthehet një biznes që deri tani sa piktura ke shitur? Do i bësh llogari? Jo. Jam drejtën. Duke qenë se them tani në verë nisi dhe puna. E prisje për shembull që të merje pasaj një hovë të madhe? Jo, të themi drejtën nuk e nisa, sepse nisa thjesht të vej ku të vej. Rritet puna pasaj dhe duhet ishe një kohës duke pikturuar që ti qosh ta kthesh në profesion parsor, po. Po, tani e kam lënë pak mbasdore, pasi edhe shkolla dhe duhet të fokusohem më shumë tek shkolla, që dhe me rezultatet të dalë sa më mirë. Dhe thjesht merrem më shumë në fundjavë, kur kam ndonjë porosi. Dhe arrin. Dhe çfarë kërkojnë më shumë klientët? Thetë që Skënderbeu është një nga më të pëlqyerat sa i përket edhe ndoshta emigrantëve kanë përshtypjen apo blenë shqiptar? Po, edhe shqiptar, por më shumë emigrantë. Kosovarë blenë shqiptarët. E blenë shqiptarët e Shqipërisë. Mbajnë ta që jetojnë këtu. Dhe, po, kam përshtypjen që zakonisht portretet janë dhe më të kërkuarit tek ata që bëjnë porosi. Personale ose personave që si kanë më? Po, pavarësisht se unë kam bërë, për shembull, piktura që i kam hedhur të mijat,
projektet mijat ose dëshirat mijat, nuk i pëlqejnë, por duan diçka të tyre. Edhe nëse unë, për shembull, unë dhe klienti kemi bërë të njëjtën foto, kemi kapur detit në të njëjtin pozicion për shembull, ata duan foton e tyre, jo të timen. Ndoshta imja mund të duket më bukur artistikisht ose nga syri siç e shoh fund, por ata duan të vetën. Ka portrete, duan portrete familjarësh, portrete të vetes, të qenëve, kafshëve shtëpiake. Kam pasur dhe të kafshëve shtëpiake, janë shumë të apasionuar shqiptarët, edhe nuk e dija. I duan kafshët dhe duan të i portretizojnë në një pikturë. Okej, dhe interesante. Shumë interesante. Cila ka qenë piktura më e vështirë që mund kesh bërë, Kesi? Që e ke pasur pak me merak dhe të porosit që ke marrë, për shembull? Kjo po, ishte Skënderbeu. Po. Atë klienti ka qenë shumë merakli dhe tensioni ishte më i lartë dhe ta bëj bukur, pastaj dhe kërkesat shtesë që kishte klienti. A ishte piktor vet? Jo, thjesht. Nuk e pasur kërkesa kështu të tajistë? Sepse ka klient që ma lënë mua në dorë, ju pëlqen dhe sikur një gjë e vogël tjetë, cave ju pëlqen të shtojnë vetë, janë shumë merakli, shohin, ndoshta shohin dhe gjëra që unë nuk i shoh, pasi syri im lodhet duke ndenjur përballë pikturës. Nuk i shoh të gjitha detajet, më humbet domethënë, dhe pastaj duhet të shlodhem 1-2 orë, 3 orë që të rigjesh frymëzimin për ta bërë. Edhe portretet është e vështirë që të kapësh mikën e dur? Po, është e vështirë sepse duhet të kapësh karakterin e njeriut. Ka ndodhur ndonjëherë që ta grisësh ta nisësh nga e para një portret? Jo, po thjesht gjatë kohës që doja të dilte sa më bukur, e ribëja, thjesht nuk e kuptoja që nuk kishte më ku të shkonte. Duhet ta lija. Kur thua e ribëj, punon në të njëjtën tablo, mbi? Po. Okej. Rregulloj detajet, nëse diçka nuk shkon, që lëviz syri ose unda nuk janë aty ku duhet, pavarësisht se unë i shoh që janë, thjesht nuk përputhen. Dhe mundohem ta ribëj, por dhe pastaj acarimi dhe bëjnë vetat dhe nuk bëhet më, është prishur. Është momenti. Po ti ku të flesh shpirti? Kë ke ti të preferuar nga gjitha zhanrat që ti pikturon? Portretet, peizazhet më pëlqejnë më shumë ti. Se pash dhe ca figura mistike aty kështu, pak ato kineze, japoni. Po, ato janë piktura që kam bërë në tekstil, në gjimnaz, me motive orientale, marrë një motiv dhe e zhvilloj, se si e shoh unë. Për shembull atë me kinën, kjo është pikturë Dita dhe Nata arabike. Jam munduar të marrë të gjitha motivet e botës arabe dhe të ndërthur ashtu siç unë e shoh. Diçka komplet ndryshe. Prandaj janë dhe unike, sepse jo të gjithë kemi të njëjtin mendim dhe jo të gjithë e hedhim në pikturë në tablo njësoj si tjetëri. Fantastike, ngjyrat janë shumë bukur dhe realizimi po ashtu. Po ti the që peizazhet janë preferuaret e tua. Pavarësisht se më marrë më shumë kohë. Egjiptiane ti e ke bërë? Jo. Nuk është jo. Ka qenë ekspozit shkolle, e imja është vetëm... Ajo është në ajo. Okej. Dhe theme që thej që këto fotot e portreteve i realizon direkt, i bën vetë. Je nga këto vajzat që gjithë kohës je në çdo kënd duke kapur foto për të parë. Po, sikur dhe... Dhe fotografia, me sa shikoj. Po, dhe fotografia, duat jem sa më artistike dhe në foto, duat të dalë sa më mirë, dhe piktura duat të dalë sa më mirë. Cila ka qenë ndoshta gjëja më e rëndomt që nes na kap syri, po një artiste e kap, e fotografon dhe e kthe në art? Një objekt, një figurë, nuk e di diçka që ti e ke kthyer në art. Mua më bë përshtypje dhe rruga. Edhe rruga. Dhe rruga të varet si e kap drita, pozicioni, hija, bëjnë vetat dhe mund dalë një foto shumë e bukur. Interesante. Autoportret ke bërë? Kam bërë autoportretet që mi ka kërkuar shkolla, por nuk e di sikur me autoportretet mundohem të dalë sa më mirë, por prapë është diçka që nuk shkon. Kërkon perfeksionin tek vetja. Po, edhe pjesa nga që po bëj veten, ky për shembull ka qenë autoportret, ka qenë diploma e vitit të tretë. Dhe shumë e bukur. Në fakt më shumë jam marrë me fustanin. Ke zgjedhur foto të vështirë me fustanin. Po, kam dëshirë të bëj detajet dhe dua ta tregoj në çdo pikturë që kape me detajet dhe i perfeksionoj. Ndoshta mund dhe të shtoj më shumë se që janë.
E drejt, dhe puna në fakt flet vetë, vetë për faktin që ti ke zgjedhur një vështirësi të tillë e prapë ke arritur t'ja dalësh. Keis, faleminderit shumë që erdhe. Je shumë e mirë, je shumë e talentuar, ja ke treguar profesorit, po ja tregon edhe të gjithë publikut që po të ndjek tani dhe të ecë sa më mbar. Aty sa më shumë suksese dhe sa më shumë punë mbi të gjitha, paçka se momentalisht fokusi është tek shkolla dhe përveç kësaj të zhvillosh edhe talentin tënd në stilim. Të ta shikojmë një dizajnere shumë të suksesshme. Se ky miksi i shkonte shumë. A më bindur që mund të eksperimentoj dhe këto veshjet që janë me piktura në rroba që kthehen në trend. Po, ka pafund stile të tilla. Shumë e bukur. Ja dhe një ide të ndërthurje. Një ndërthurje midis këtyre të dyjave. Dhe teksa e mbyllim për sot kështu me shumë të ftuar, do të kemi edhe recetën e mirës, siç e dim tashmë, ishin karkaleca me bukë të thekur, mos gaboj, po. Një recetë shumë e shijshme dhe e lehtë për drekën e ditës së sotme dhe bashkë do të jemi sërish nesër në orën 7 si gjithmonë. Zgjohemi më të në. Sërish patjetër dhe nesër. Po, mirupafshim.